Ish avokati Hysni Bityqi, që aktualisht jeton në Londër, ndërsa avokaturën e kishte ushtruar në Beograd deri në vitin 2002. Tha në gjykatore se problemi me avokatën Sabrije Sylla lindi kur djali i vëllait të tij i kërkoi Bityqit përfaqësim në një lëndë. Për këtë lëndë, kushëriri i avokatit tashmë kishte autorizuar avokatën, por sipas Hysni Bityqit nuk ishte i kënaqur me të, pasi nuk po e kuptonte çështjen të cilën ajo ishte duke e kryer. Bityqi, pas përplasjes me avokatën rreth lëndës së kushëririt, e ka paditur Sabrije Syllën për shpifje dhe fyerje. Ai kërkoi 10.000 euro kompenzim material nga avokatja. Më ka shpëtuar ndonjë fjalë nga e cila ai ndihet i ofenduar. Të martën e gjykatën themelore të Prizrenit Dega në Suharik, u ballafaquan paditësi dhe e paditura, të dy të profesionit të njëjtë. Bityqi mohoi të ketë thënë avokatës se ajo nuk do të mund ta marrë asnjë lëndë të banorëve nga fshati i tij. Hysnio shumë herë ka ardhur ka kërcënuar, ka thënë se fshatit se me tesh asnjë klient i s'ti me marrë të to e maset pa vërtetë, sepse Hysni Bityqi si avokat, kur këto troje nuk ka pasën lanë civile, po pas zyrën Beograd. Por avokatja bëri me dije përsëri se në zyrën e saj disa herë kishte shkuar avokati Hysni Bityqi për interesat e tij private, duke kërcënuar që ajo të mos i përfaqësoj kushërinjt. Me pas avokatja Sabrije Sylla, pasi kundërshtoi në tërësi padin, duke quajtur të pabazuar dhe të palejuar, tha se çështja e përfaqësimit të kushëririt të Bityqit në lëndën e trashëgimisë është vendosur nga Oda e Avokatëve të Kosovës. Kjo çështje është vendosur me vendim të formës së prerë në Odën e Avokatëve të Kosovës dhe atë në komisionin e shkallës së parë, e po ashtu edhe në komisionin e shkallës së dytë. Të martën dëshmoi Nuhi Bityqi, personi që për çështjet e trashëgimisë kishte autorizuar avokatën Sylla. Dëshmitari tregoi në gjykatë se në një moment ishte përzën nga zyra e avokatës, kur kishte shkuar të kërkojë sqarim rreth lëndës së tij. Tha tash pe di kush kon e ka marrë tha bia, ja tha jashtë deri në rrot. Nëse ka marrë lidhjen atje, edhe me si. Vesh po ta tërheqi vërejtë. Mes tij dhe avokatës pati debat të ashpër në gjykatore. Pas Nuhi Bityqit dëshmoi Isuf Bityqi. Ai tregoi një arsye tjetër pse Nuhi Bityqi ka dashur të angazhojë si avokat të vetin Hysni Bityqin, pasi veç e kishte marrë për këtë çështje Sabrije Syllën. Përmendi çmimin më të ulët të angazhimit. Ai mos nuk ka thonë, e ka thonë janë në vllaz. Edhe i ka thonë janë në vllaz që me 20 euro i vry lëndën. Seanca tjetër në këtë rast u caktua me 2 mars.